edhe një fotografi doktor Arditit të cilët mund të apostojnë, por në ndërkohë, derisa del po. Kjo është procesit e vunës. Po, kjo është dëmon foto të që kjo pajisja me ezveld që ne i them gurt me rreze jashtrupore. Që ju jetoni më shumë aty se shpejt. Bashkë. Doktor Ardit, të kjo pjesa e, po se jemi drejt fundit dhe du më dalë të kjo pjesa e simptomave të përgjithshme generale që shohim është një ndër to infeksionet urinare. Me çfarë analiza ose çka kërkohet fillimisht që na jep edhe një analizë gjaku që mund të kemi gur në veshk? Okej, tash na po e morëm kështu. Pacienti zakonisht kur ka gur në vesh vjen për shkak dhimbjes. Ose ndonjë djegsimi ose çush e përmendëm më herët nëse guri ka rënë pjesën disale të kanalit urinor që jep ankesa dizurike. Atëherë si e tillë, përveç dhimbjes, edhe përveç këtyre ankesave të poshtme, të troktit të poshtëm urinar, na mundemi me bo një eho në rand parë, me po veshka, a është e ojtëne apo nuk është e ojtëne, e para. E dyta, pasaj kemi me kërku një egzaminim biokimik të urinës. Në popullin si egzaminimi thjesht urinës, por në fakt është shumë do me thënës qaj egzaminimi urinës. Jep shumë përgjigje. Qaj guri, sepse jep shumë përgjigje, qaj guri që është në kanal dhe po mundohet të eliminohet në mënyrë spontane, ai ko me ngasmu mukozën e ureterit dhe rrëdhimisht ko me nëshu pikat e gjakut. Shpesher quhet makrohematuri kur pacienti e sheh me sytë e vetin, që doktor ko mu urinu turbot dhe me nuanca, me ngjyrë të kuqe, me nuanca gjaku, po ka raste kur pacienti nuk vren ndryshim të ngjyrës së urinës, por vrehet përmes egzaminimit të urinës në mënyrë laboratorike dhe vrehet që është një rritje e numrit të eritrociteve të freskëta si prezencë në analizën e urinës. Në këtë mënyrë atëherë ne kemi me egzaminu edhe me imazheri të tjera që të vim në konkludim të gurit dhe në matësitë e tij, në lokalizim të tij, qoftë nga veshka, qoftë nga ureteri që është pjesa proksimale, pjesa lumbale edhe pjesa distale e ureterit, edhe rrëdhimisht për me jop rekomandimet çka me tutje.